cilën është krijuar fëmia. Asnjëherë nuk ja përmendim ibadetin, asnjëherë nuk ja përmendim përgjegjësinë dhe vlerën që e ka ai si njeri në këtë dynjë. Asnjëherë nuk i tregojmë që o fëmia im, o biri im, o vajza ime, Allahu të ka krijuar në formë të ndershme. Walaqad karramna bani Adama, ne e kemi krijuar dhe nderuar të birin e Ademit. Dhe ky krijim o vëlla vjen me përgjegjësi, sepse çdo benefit vjen me përgjegjësi. Allahu xhelle xhelaluhu neve na mëson që të jemi të përgjegjshëm në amanetin ton ndaj fëmijëve tonë.